masazh. Mos pëlqen dhe ty në masazh. Problem, brike. Të pëlqen dhe ty në masazh. Brike si stike. Do në masazh dhe ti briki. Briki. Do në masazh. Jo, ja, do në masazh. Mos më provë, po pse më fal? Pse më flet mua në atë lloj forme? Kujdes Juela se erdhi gangseri. Juela kujdes se erdhi gangseri. Kujdes se erdhi gangseri. Pse më shikon si provokus? Ky që ka. Vajzi nuk je normal. Unë një vajzë nuk i flas. Të vjen gjumë ky. Ma lartë të dy poje. Hajde pra, unë pra. Ma lartë të dy poje. Që përbaloje? Ke nevojë për mesazh ti. Ulu. Ti disi se edhe misha ka vëmë, që nxjerrë vetëm ku i vëmë. Mos kopjo mirë. Se ta ka pa thënë mirë për ty. Mënyrë të mirë dasha për dëm patatina. Kështu flas moj. Jo të vjen gjumë. Antagonisti dështuar që me... Unë një femre nuk i flas... Që do i të degeneron psikologjisht? Ulo këtu përballë. Të degeneron psikologjisht. Përballë ty. Ti antagonisti dështuar. Ulo. Vjet cigare nga xhepi. Merresh me Arusha, ti kërkon vëmendje nga boli. Tjetër gjatë, do. Aq poshtë ke rënë. Tjetër gjatë. Aq poshtë ke rënë. Po shumë mirë. Po e di sa poshtë ke rënë. Çfarë do bësh? Vazhdo merr me familjen, ta pungetin. Me lut me bolin. Që mas prajmit, atë pungetin. Pralla me mbretja. Merret me familjet. Ku ta di unë, vajzat që po, s'kan pasur kur lidhje. Po jo ti, ti jo. Ti jo e dashur. Do patatina. Jo, faleminderit. E jo. Çfarë? Mos të provokosh shumë nga gjestet e mia. A, do me thënë provokon. A, do me thënë provokon. Jo, mos më duket shoqëror. Mu nuk më duket normale tash i padatin duke hap gojën një vajze. Mu nuk më duket shumë normale. Ti e kështu. Jo, mu nuk duket normale. Kjo që nuk i poshtron femnat. Ofendu femnat ton Jo, kohë. ka dalë shumë duket normale. Ja, bau. Trupit një femër. Nuk duket normale. Atë që bën gjithë kohë. Nuk duket normale. Nuk e ke ide. Da marrë ke veshit. Mos më duket normale, Brigena. Unë nuk flas me një vajzë në mënyrë që ta provokoj atë vajzë. Që ti ke një provokim, ti ke një qasje joshëse dhe me femra, ti me mu ke një qasje joshëse. Pra nuk e di. Jo, po pse për çfarë arsye? Unë do haj patatinën kështu duke të folur ty. Nuk e kuptoj për çfarë. Brigena se joshet Juela, mos u sill mirë, të lutem, se ndjet e joshur. Ndjet Juela joshur, të lutem, mos u sill shumë mirë. Se u josh Juela. Do me thënë provokoj. Atje po e pronon. Jo, ti po provokosh, shumë pat provoku, ti po ndjesh e provokume, moj. Unë pat provoku, ti po ndjesh e provokume, ha? Ti që s'ke pas eksperiencë di me provoku? Ti po pranon që provokon. Çfarë ka provokimi? Si një femër pa eksperiencë, di provokosh, me faktin që nuk ka pas lidhje. Ne me si kemi mësu